Në një atmosferë festive në Milano të Italisë, ish deputeti Eduard Ndocaj festoi 50 vjetorin e lindjes si rrethuar nga miq, bashkëpunëtor në politikë e biznes, si dhe personalitetet të njohura shqiptare e italiane. Ky jubilej nuk ishte vetëm një fest, por edhe një moment të reflektimi. Në këtë ditë të veçantë, zoti Ndocaj prezantoi librin autobiografik Jeta ime, një rrëfim i sinqert e i fuqishëm që përmbledh udhëtimin e tij të jashtëzakonshëm, nga ditët të vështira si klandestin me gomune, dhe suksesi si sipërmarrës në Lombardi, dhe më pas si deputet në Kuvendin e Shqipërisë. Do t'ju falenderoj të gjithë për pjesëmarrjen tuaj. Do vi t'ju falenderoj tavolin. Do vi t'ju përgëzoj për këtë nder që keni bërë sonte, që ju jeni gjithë këtu sonte me festu 50 vjetorin tim. Është me të vërtet i gjysmë shekull dhe me të vërtet kemi kalu me një pjesë të mirë për t'ju në biznes, ditë mira, në festa, në gëzime, po dhe në hidhërime. Unë kam bërë dhe një libër dhe kam ndarë në 3 kapitulli, po kapitulli kryesor është kapitulli i adolescencë, i fëmijërisë. Jemi rritë me të vërtetë me një sakrificë të madhe, falë prindërve, më mon ai që ka qenë bashkë, që du t'ishte sonte me ne, sepse por pjesë të Zotit janë të pa negociueshme dhe sigurisht do t'jetë këtu me ne sonte, sepse meriton t'jetë këtu me ne sonte. Por desha të falenderoj mamën time. Desha të falenderoj sepse ju garantoj se nga ka rrit me një sakrificë që asnjë faktën brezit tonë e porës s'do kuptojnë kur sakrificët që kanë bërë për tonë që nga kanë arrit të japin këtë kapacitet që kemi, këtë dignitet që kemi, këtë dëshmëri që kemi, po falë punës, falë dërgjeqëses që kanë karakterizuar familjet si familja e nanës, familja për lekej, e jak për lekës në publik, përse dhe si familja e babës e Zhipën Mangut Marati. 2 familje që i ka bashku në fakt e keqja, i ka bashku diktatura, sepse familjet e rëndësishme vetëm bashkë mund të bëshin lidhje. Familje që e urrenin diktaturën mund të kishin vetëm lidhje martësore, vetëm bashkë. Dhe të 2 familje krijuan një unitet, krijuan familjen e Margjinocit, 5 fëmijë, ku të gjithë jemi imigrantë, sepse erdhën në Itali të gjithë. Edhe falë 30 vjetë pseudo-demokracisë dhe diktaturë. Dhe ne jemi të gjithë këtu. Sot familja Margjinocit është këtu, para jush. Duhet t'i falenderoj një nga një vëllezërit Alfredin e Viktorin, me 2 nusët mrekullueshme që u ka dhënë nga 2 fëmijë të mrekullueshëm. Miranda dhe Martinin, që sot kanë 4 fëmijë dhe ka rëfim garmi a kalu mamës. Në që shoh. Duhet të falenderoj nipët e mesët që janë sonte këtu. 2 vajzat mia. Duhet të falenderoj edhe Valentinën. Edhe lash për fund, në fakt, sepse është edhe nusë jam i ditëruar të lanë fund, që jam ditort. Por falenderim për Valentinën kam, sepse në ditë më të vështira të jetës time, Valentina ka qenë gjithmonë prezent. Gjithmonë. Më ka dhënë atë që i mungon çdo burri në vështirësi
qoftë ekonomike, qoftë fizike, qoftë edhe morale. Dhe Valentina ka qenë gjithmonë e jashtëzakonshme për mua. Valentina ka qenë gjithmonë prezent dhe pa diskutim dhe pa lëmundur që unë atë kaloj çdo vështirësi. Nuk du të përdorë ato frazat e mëdha që përdoren të politikanët amerikanë, por javi pinun se mas një burrë të suksesshëm, patjetër se ka një grua të suksesshme. Mas një burrë të ndeshëm, patjetër është një grua e ndeshme. Dhe mas një burrë të zot, patjetër është një grua e zoj. Dhe kjo është e padiskutuar dhe këtu sonte unë i kam gjithë të tillë, sepse jeni gjithë miqësone, miqtë e familjes Ndoce. Dhe du t'ju falenderoj të gjithë. Figura të rëndësishme të politikës dhe biznesit vlerësuan kontributin e Eduard Ndocajt, duke e cilësuar atë një shembull të kurajës, por kushtimit dhe lidhjes së fortë me komunitetin shqiptar. I njohur për stilin e drejtë për drejtë dhe angazhimin qytetar, Eduard Ndocaj shfaqet në këto 50 vjetor si një figurë që mbetet e pranishme në jetën publike, si në Shqipëri, ashtu edhe në diasporë. Festa e këtij përvjetori ishte jo vetëm një gëzim personal, por edhe një mesazh se udhëtimi i tij nuk ndalet këtu, duke mbetur i lidhur me njerëzit dhe me vendlindjen. Kam luturi, presim me moshtetin, as pa boselam, jo me to që trepin, e të morin për kam.